Fshatrat e tërë në komunën e Ferizajt përkundër premtimeve të qeverisës lokale ende vazhdojnë të furnizohen me ujë nga puset. Uji që e përdorin për pije, banorët e fshatrave Bibaj, Sojev, Dardani, fshati vjetër e Zllatar, shpeshherë është i papishëm, por sipas banorëve të këtyre fshatrave, ata nuk kanë zgjidhje tjetër. Është për keqardhje, por ky është realiteti. Përkundër gjitha premtimet që na janë bërë pushteti, edhe i kaluar, edhe ky aktual, do thonë fshati Dardani është pa ujësjelës në kushte dhe në rrethana që me të vërtetë është për keqardhje. Nuk kemi ujësjelës, na kanë premtu, por nuk e kanë prunë. E na pina ujë për këtive pusa, ama nuk di na janë të pasta, sa janë pishme për neve, por na i pimë këto. Kur gjë s'ka lëvizje këto për këtë punë, heq veç fjalë po, apo në heq. Në komunën e Ferizajt e pranojnë se banorët e 5 fshatrave nuk kanë rrjet të ujësjellësit. Drejtori i infrastrukturës në këtë komunë thotë se këto janë fshatrat e fundit, ku ka mbetur pa u instaluar rrjeti i ujësjellësit. Sipas tij, komuna mbështetur nga donatorë të jashtëm ka bërë hulumtime për gjetur burime nga ku do të furnizoheshin banorët e këtyre fshatrave me ujë të pishëm. Mungesë buxhetit të fshatra kanë metë ende të fundit gati që të bëhet projekti i ujit. Ne për fshatin Bibaj dhe faktikisht për gjitha këto fshatra që e përmend kemi konkuruar në fazën e 5 të mjeteve nga qeveria zvistrane për zhvillim, nga zyra për zhvillim, cila jepet për vizet rurale, dhe faktikisht tash për tash jemi përfitues të projektit për fshatin Bibaj dhe fshatin e vjetër, kurse për këto 3 fshatrat tjera ka metë ma vonë që quhet nga ata nëse mundem, por megjithatë komuna ka para po mjete që ta bën një zgjidhje edhe për këto 3 fshatra tjera. Për banorët e fshatrave Bibaj, fshati vjetër, Sojev, Dardani dhe Zllatar, premtimet e komunës janë të kota, pasi që sipas tyre në çdo fushat elektorale është bërë rutinë të dëgjojnë premtime se do bëhen me rrjetin e ujësjellësit. Ndryshe nga banorët e fshatrave të lartcekura, është situata në fshatrat Papaz, Sazli, Softaj, Pojat dhe Rahovic. Në këto fshatra tashmë ekziston rrjeti i ujësjellësit. Mirëpo, banorët shumicën në kohës thonë se nuk kanë ujë. Ujë kemi veç për pusër, tona personale që kemi në për shtëpi, por ndryshe ujësjellësi është, muj me thonë, over 7 vite që e kanë shti ujësjellësin, çdo kryetar që hyn këtë në Ferizaj, muj me thonë, kryetari i Ferizajt, premton që ka mulshu ujë s'kena, të ujësjellësit e kam fjallën. Gafur Aliu, drejtor i infrastrukturës në komunën e Ferizajt, mungesën e ujit në fshatrat ku ekziston rrjeti i ujësjellësit e arsyeton me mungesën e burimeve të ujit. Faktikisht ne po flasim për ujë dhe jemi vitin 2015, por ju siç e dini, faktikisht në komunën e Ferizajt për 44 fshatrave, vetëm 3 fshatra kanë qenë të kyçuna në ujësjellësin që ka kaluar qyteti, që është furnizuar qyteti, Zaskoki, Dogona dhe Dubrava dhe Pleshina Ibër, kurse pjesa tjetër asnjë nuk ka qenë kyçur në ujësjellës. Banorët ankohen se hapja e puseve u kushton shumë shtrenjtë dhe kjo nuk u garanton se do të pinë ujë në ato puse, pasi uji që del nga to shpeshherë është i papërdorshëm për pije.